Ana, fakt apo mit, nënat që ju ushqejnë bebet me qumshtin e gjirit, humbasin peshë më shpejt? Është deri diku deri në një 85% është fakt, sepse normal të gjitha ato depozitat dhjamore, sidomos depozitat dhjamore që ndodhen në zonën gluteale, në zonën e vitheve, pra, përmbajnë ato DHA që unë e thash, është një yndyrë shumë e rëndësishme, një përbërës shumë e rëndësishme që shkon direkt në formimin e sistemit nervor të bebit dhe patjetër që ndikon dhe të gjitha rezervat yndyrore, të gjitha sheqerna, të gjithë ushqimi që nëna merr nuk arrin të shkojë të depozitohet në peshë apo në masë dhjamore, sepse shkon në ushqim për bebin e saj. Por, disa nëna, tek ai 20%, ka disa çrregullime hormonale dhe disa nëna në gjithëdhënie kanë shumë më të vështirë për të rënë nga pesha. Dhe në momentin kur procesi i gjithëdhënies mbaron, ato marrin veten e tyre, rivendosen balancat hormonale dhe bien nga pesha. Pra, kemi disa përjashtime, por që në përgjithësi është fakt që po,